Salam aleikum, thot, a kemi gjuna nëse burri dhe gruaja i thojnë njëri tjetrit nuk e ki halal. Edhe pse thot nuk e kemi për me dhe bëjnë shaka. S'ki nevoj me bo shaka me këtë fjalë. S'ki nevoj me bo shaka. Dhe më thonë, kur dikush ka hynë hak, ka bo diçka të i thu, nuk ta bëj halal, se ki halal. Nëse s'ka bo kur gjë, qëfar shakaje me këtë fjalë? Nuk e shet nevojshme. Prandaj, nuk është shumë edukative me bon shaka me këtë fjalë. Nëse doni me bon shaka, burë me gruan, bani shaka me gjana tjera, me cilat Allahu Gjalleshanun ka leju, me cilat Zoti ka këshillu, me cilat shtojnë dashnin me zvete, mrana halalet. S'ka nevoj me këtë fjalë. Edhe nuk është arsyeshme shumë. S'po them që është ndoshta haram, po jo çdo sen më kon haram për mos më u bë. Hajde inshallah. Allah ja shtof dashnin mes jush.